Ebu Hurejre Abdurrahman ibn Sahr kanë transmetuar se i dërguari i Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: Allahu i madhëruar nuk shet trupat dhe fytyrat, por zemrat tuaja. Mësimet që nxjerrim prej hadithit. Në vlerësimin e adhurimeve dhe sjelljeve të mira, Allahu i madhëruar merr përbazë nivelin e sinqeritetit dhe qëllimin e mirë. Zemra është një qendër e cila ka vlerë të madhe tek Allahu dhe kontrollohet vazhdimisht nga ai. Për këtë arsye është e domosdoshme që ajo të pastrohet nga ndjenjat e këqija dhe të pajiset me ndjenja dhe sjellje të bukura që këshillohen nga feja. Zemra është ajo që i bën adhurimet të pranueshme dhe të vlefshme. Për këtë arsye, pikë së pari, zemra duhet pastruar prej sëmundjeve shpirtërore, si urrëtia dhe smira, e më pas duhet bërë përpjekje për ta përsosur atë.